Banorë të kombinatit të mbështetur nga minibashkia nr. 6 në Tiranë kanë protestuar pas ditën e kësaj të enjte kundër projektit të Bashkisë së Tiranës për zgjerimin e rrugës kryesore. Banorët mbajtën të bllokuar rrugën që shërben dhe si arterie hyrëse për në kryeqytet për afro 30 minuta, duke kundërshtuar prerjen e pemëve. Në mbështetje të banorëve doli dhe kreu i njësisë bashkiake nr. 6 Krenar Cenollari, që e cilësoi projektin e bashkisë një projekt fantazëm dhe të padobishëm për zonën dhe banorët e saj. Ai bëri thirrje qeverisë të ndalojë zbatimin e projektit për zgjerimin e rrugës. T'i drejtohemi Bashkisë Tiranës, konkretisht kryetarit të saj, zoti Luzim Basha, të marrë masa të menjëhershme të ndaloj punimet tu në bulevardin kryesor të kombinatit, sepse po pritën pemë të cilat kanë 13 vjet që janë vendosur dhe siç e shikoni ju kanë një zhvillim goxha të lartë në rritjen e tyre. Po jo vetëm aq, po kjo infrastrukturë e cila po ndryshon as që nuk është në funksion të qytetarëve të kombinatit, por përkundrazi u bën dhe u rëndon jetën për më shumë, sepse trotuari nga 2 metra bëhet 1 metër. Kështu që ne i bëjmë thirrje kryetarit bashkisë, por edhe qeverisë që të ndalojë këtë makabër që po bën Bashkia Tiranë. Të hapet një procedurë për këtë krim mjedisor. Ne duam i disim si që ishte ashtu. Neve me zi shqyqyr që na u rritën këto pemë. Banorët thanë se nëse projekti nuk pezullohet së zbatuari, ata do protestojnë dhe para Bashkisë së Tiranës, ndërsa do bllokojnë sërish rrugën kryesore.